محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, vetëm Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dashurin ton të zemrave Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, padyshim se çdo njeri prej nesh në jetën e kësaj bote dëshirojmë të jemi të suksesshëm. Dhe ajo fraza që dëgjojmë dua të jemi suksesshëm është në të gjitha sferat e jetës. Ata që janë nxënës normal thonë që duhet të jemi suksesshëm çka në shkollim. Edhe ata që janë studenta e kanë po këtë halla, po këtë dert. Ata që janë në pozita dëshirojnë të jenë suksesshëm në atë pozitë të cilën ja ka besu populli dhe kanë përzgjedhur aty. Ata që janë në tregti apo në biznes dëshirojnë të jenë biznesmen, tregtar të suksesshëm. Ai që është i martuar dëshiron të jetë babi i suksesshëm, bashkëshort i suksesshëm. Gruaja dëshiron të jetë grua e suksesshme, nanë e suksesshme. Në një mënyrë të gjithë e kërkojnë atë kodin e suksesit. Mirë po, në Islam nuk ka diçka që nuk na ka treguar Allahu dhe është e dobishme për neve apo është e nevojshme për neve. Ka gjëra që Allahu nuk na i ka treguar. Mirë po, çka të hen ty në punë për shembull ose mua? Sikur që është çështja e shpirtit. E ke pa sa interesant. Në momentet kritike e shtrinë aty një ekip i tërë, mjekësh, 4 apo 5, secili më i Zotit se tjetri, edhe çka e bojnë ndërhyrjen, në farforme e kthejnë në jetë, i hekun kapelat, maskat, dojnë me la durt, veç kur i lajmëron dikush tekniku apo motrat që ndroj jetë. Ose edhe më interesant, duke punuar në trupin e tina i del shpirti. Ka shkoj? Nuk e di valla. Po dhe neve kur na pyesin ka shkoj, te Zoti ne kemi përgjigjen. Edhe çashtu është. Mirë po e pe shpirtin, çysh duket, a është i bardha, i zi, i kuç, i verdha, a është i plastikës, a është i langshëm, a është i ngurtë, çysh është? Veç Allahu e din. Pse? Sepse nuk na përket neve, apo nuk na hen neve shumë në punë. Po gjërat që na hyjnë neve në punë, Allahu na ka treguar kodin për te. Sikur kjo që me qenë i suksesshëm, Allahu ta ka treguar kodin e suksesit. E cili është kodi i suksesit? Fillimisht në raport me Allahun te bareke ve taala, pastaj edhe me krijesat. Mos e harroni edhe besoj që e dini, o vllazën, të jesh i devotshëm, të jesh takva. Allahu i don këta. Allahu i veçon këta. Allahu na bof neve dhe ju prej tyne, kanë ata që janë të devotshëm. Allahu e pranon çdo punë prej tyne. Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Vërtet Allahu pranon vetëm prej të devotshmëve. Jo çdo njeri që falet i pranohet, jo çdo njeri që agjeron i pranohet, jo çdo njeri që jep sadaka i pranohet, jo çdo njeri që lexon Kur'an i pranohet, jo çdo njeri që shkon në haxh apo në umre i pranohet. Vetëm të devotshmëve. Allahu pranon vetëm prej atyre që janë të devotshëm,
Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë me bë prej fillimit e deri në fund veprën, punën për hir të Allahut. Jo për hir të njerëzve, për hir të rrjeteve sociale, për hir të mediave, për hir të atij apo për hir të këtij. Po vetëm për hatër të Zotit, vetëm për me arrit kënaqësinë e Zotit. Edhe mundësisht me bë veprën e mirë fshet, ashtu siç e bën njeriu veprën e keqe, punën e keqe. E mshef besimtari musliman punën e keqe, e mshef, nuk krenohet. Nuk krenohet me të. Qashtu është mirë o vllazën me mshef të mirën që e bën në raport me Zotin. Leni veprat në mes jush edhe Zotit. Dhe ato që si ke publikue dhe nuk ti din kërkush në ato llogarit. Në ka nevojë me tregu kon fal mbrom se natë xhamoe, natë madhe kon fal namaz natë, vallahosh deri në 2 gati u shkuan ja çika çreçate. Po çka po më kallzon me vëlla çka ka me të bëne? Lej mes te edhe Zotit tën. Valla po është një rast sociale, mora kerën e musha, gepekun me ushqim e jaqova, po i tregon xhamatin xhami. Po pse po i tregon me vëlla? Pse po e bën publike? Mshefe. Po kom qef njerëz me ditë pak me më falënderu, po Zoti po e din, Zoti po ta shpërblen, çka ka nevojë, njerëzit nuk ta kthejnë. Epi ti 1 milion, po epi 100 milion, s'ta kthejnë as 1 milion. Zoti ti kthen 70 fishin, 700 fishin. Andaj pra, kodi i suksesit, me i pas punë të mirë mas pari me Zotin, është devotshmëria, me qenë taqi, me qenë takva, me qenë prej atyne që ja ki frikën Allahu te bareke ve taala, edhe publikisht, edhe kur jenë vetëmi. Edhe publikisht ja ki frikën Allahut, po edhe kur jenë vetëmi, sa ajo që po e shkatron rinin e sotme. Edhe një pjesë tjetër të popullatës nuk janë gjënahat në publik, po janë gjënahat që po bëhen në vetëmi. Gjënahat që po bëhen në vetëmi. Sa që dikujt ju ka lidh zemra me një haram, edhe për shembull, para se me ra me fjet pepi një gotë që ta trubullon trunin edhe mendjen nuk e ka mundësin kur një natë. Edhe aty se shef kërkush e ka shtish aty dikun një fijok edhe e pin një edhe shkon gjumë. Para me ndo me nëzon deka. Ai tjetri del aty në teras ose në bord vetin, pep shtil një që si me ngjyrë të bardhë, pe dini jo pak, e me shu pak me qel hundi, olla i mshel krejt. Krejt kanallet e zemës jam mshela i bardhi. Që i zi ka me i dalë kur del para Zotit. E thët disponona për gjumë pak ma letën. Ka mënyra tjera për me letësue. A i tjetër e pirë me nëgjes kur të niset në punë pak disponona të forcona, të jem pak ma qka entuziast, apo të jem pak ma me vullnet. Apo do me kon i fort. Apo do me kon i fuqishëm gjatë ditës, po, në ka nevojti me pi një cigare drogës, apo me pi një gotë alkohol, apo një diçka tjetër. Po ka nevojë diçka tjetër me bë. Qyshe ka bo kush vajza e pejgamberit edhe dhëndri. Se Fatimia shkoi te i dërguari i Allahut e i tha: "O baba jem, unë e tha po lodha me punë të shtëpisë." Edhe Aliu po lodhet me punë të shtëpisë, punë janë shtue. Edhe bakti shumë, angazhime shumë. A ka mundësi tha me ndihmu me marrë një shërbëtore ose një shërbëtor me na ndihmu në punë të shtëpisë. Për shemë një vlazën, se interesant s'dje, apo e analizoni pak. Para 1400 vjetë e kanë pas musliman të shërbëtor edhe shërbëtore. Tek na që thonë një 20 vjetë e funit, për i mas luftë ja ka njës, dikush për e merë, ka një mja pastru shpinë, dikush për e merë një djallë, 3 mja pastru o borën, pak që kena mëri një farë komoditeti. Musliman kanë pas, para 1400 vjetë e kanë pas shërbëtore dhe shërbëtore në shtëpit e tyne. Sepse i kanë trajtu gratë si kur zojat, e si kanë lonë me punë trona, e gratë kanë punu punë të leta, që i shërbejnë burit ma shumë, ndërsa punë të rona jo ka lonë shërbëtorve edhe shërbëtoreve. Edhe Fatimia tha, po babë, po du tha me pas një shërbëtore së shërbëtore, me në ndihmu në punë të shtëpisë. Atër pejgamber a.s. tha, a ju mësej diçka që nëse e praktikoni, keni me qenë qka të fuqishëm, edhe s'keni me ndje plëkshtia s'lodhje. Thuni para se të bini me fjetë, se njeri ju bjen krajnë e djathtë. Edhe shtin dorën, kështu që sheka shti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe aty kur jenë këtë gjendje, thuaj 33 herë subhanallah,
i lartësuar, pa të meta je o Allah. 33 herë, elhamdulillah, i tërë falënderimi, hamdi të takon ty o Allah. 34 herë, Allahu Ekber, Allahu është më i madh. Edhe thot Fatimja, unë edhe Aliu fillu me praktiku edhe mas asaj nate, asnjëherë mon nuk kishëm lodhje edhe i përballojshëm punë fizike. A mo, a dini pse ju ka hijek aty në lodhja? Se ata e kanë besu ato që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Këtu të na i thoti dikujna që punon punë trona fizike, Allah i shpërblet sa djem të eri që po punojnë punë fizike, po m'pëlqejnë shumë. Edhe këta punëdhënësit që bja paguajnë rrogat dinjitoze edhe me kopja qesin me të parin, edhe këta po m'pëlqejnë shumë. Të tjerë s'po m'pëlqejnë, as punëtorët, as punëdhënësit që s'pe kryjnë punën me nder që dohet. Edhe çka na për ju të regojmë dikujna qështu, për dhe të hoqë që një javë ditë me praktikaj, prap trupi i plëksht. E dini pse, sa i se besohet, veç të provaj. Jo, ti do të me qenë i bindun, 100% që ka me pas sukses ajo. Edhe mos me dyshue, sikur dikush hajt jap në Ramazan, se po të ta xhallar, po lipin në Ramazan, zekat e sadak, edhe për jap 100 euro tash ai pe pret, çka? 10 fishin, 70 fishna, po? Edhe po i pret me bonja 7.000, e si ju kam bo me njerë po atë hoqë, të në Amazonin në thej shumë fishohet të një dhash, po që aty jo me ta pet, jo pritë se po të shohet që ta është një thes për isnat, të bërra, të si ku këta në dasma, që po i gjujnë e këni, po në për dasma, që po ja u gjujnë ato partu, s'po dhja janë ato falca janë për një meve, po më duke që mos janë edhe falc. Jo, ti nuk do të ashtu me dhonë, ti je për Allahën, kur ka me ti që zoti, ka me ti që edhe ma shumë, se sot që ti po ja kërkën, edhe se sot ty po duhen. Por ata shumë po thojnë për vllaznive musliman, wallahi më ka thonë Zoti, më nuk po kam nevojë. Pse më kanë bën 150 punëtor, s'po kam qef. Më kanë bën 20 dyqane, 30 dyqane, apo diçka tjetër në gjajshëm. Pse e ka nis për pak, po e ka pas për një me Zotin dhe Zoti ja ka shpërblye. Do të me bë me bindje. Edhe na do të me bë me bindje këto për me u forcue për punët e ditës edhe të natës. Andaj pra, kush është mirë me Allahun, ja ka frikën Allahut, Allahu kur të mshelen rrugë të krejt, nuk është hoxha që ti qenë, do të me pas akiden, bindjen, besimin e pastër, Allahu është ai që ti qenë rrugët, Allahu është ai që të ndihmon, Allahu është ai që të udhëzon, Allahu është ai që të jep, Allahu është ai që të smund, Allahu është ai që të shëron. Shëron as hoxha as mjeku as kërkush. Mundet më bëj sebeb, po mundet edhe mos me pas sukses. Andaj bindja jonë, lidhja jonë është me krijuesin, jo me krijesat. Edhe mos u mërzit si të kish për një me krijuesin, ama për një me pas. Bash për një me pas. Sepse ka raste që njerëzit kanë dalë për krizave që nështë të mu pasu një popull me nxirr nuk i shëmujt. Pse ju ka dhënë diagnoza prej ekipit mjekësor që kë i ka ditët e numruara, sikur Ramazani. A i ka ditë e numruara, a ka me arë Bajrami, po pasha Zoti, pa tjetër ka me arë në fund. Edhe atina, ja ka numru ditë, i muja 2, maksimumi 3. Mas 3 muja e t'ju ka këthy jetës, e t'ju ka këthy vullneti, e t'ju ka këthy shëndeti. Qka? Mu pasu krejt, qendra e mjekësis familjara, apo që ku u këja, apo ku ta dyre, ja këthy që të s'kishin muj, po ja këthe Zoti. Pse e ka pas për një me Zotit. Andaj wa men yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. E ai që është i devotshëm, ai që ja ka frikën Allahut, Allahu ja hap rrugët. Allahu ja hap rrugët. Edhe çka? Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Edhe e furnizon, edhe jep rrezikun prej kah ai nuk e llogarit. Ja jep shëndetin, ja jep familjen, ja jep pasurinë, ja jep dijen, ja jep autoritetin, ja jep gjitha, se rreziku gjitha i përfshin këto. Nuk i përfshin veç parët, veç me hangër edhe me pi. Po do të jem bashkëshort i suksesshëm. Po s'po di ç'është më apo. Ki libra sa dush. Po bëhet domethënë tregti, biznes me libra. Edhe me libra jo fetar, po edhe me libra fetar. Ribotohet një libër 10 herë. Çka ka nevojë, po jo nga një kënd vështrim tjetër e përktheva, se s'po m'pëlqen me pej arabishtes e përktheja pej anglishtes. Jo pej anglishtes s'po m'pëlqen, po pej turqishtes, jo pej bosnjakishtes. Çdo përkthem o vllazën pej gjuhës origjinale pson humbje. Saqë ki libra sot shqip edhe fetar që tybe nuk e din, a është që ky për pej arabishtes, a nuk është. Pse një herë në anglisht, tani pej anglishtes shqip, ai atje anglisht
Normal që ishte e varfër me 600.000 fjallë, qa me bo? Tonë e kjo shqip me 50.000 fjallë, 60.000 fjallë, e qysh mu përkthy aja me 10 milion e me 12 milion fjallë. Andaj, nuk ka fort nevoj me lexua shumë për me qenë burri suksesshëm, bashkëshorti suksesshëm. Apo dën me qenë i suksesshëm për një me po, në raport me gruan, ki frikë Allahun në raport me gruan tonë. Qa i bjen kjo? Mos i bën zullum, mos i bën padrejtësi, mos i bën dollovere, mos e mashtro, mos e rrej, mos e tradhto. Apo dën me konë i suksesshëm ki me konë. Po du me konë bashkëshorte e suksesshme, po i lexoj do libra qysh me i shërby burrit. Jo, nuk ka nevojë shumë. Shumë pak duhet, shumë pak duhet me ditë. Ki e frikë Allahu në raport me burrin tënë. Ajo e ke bo lehtësim njët, ajo ke bo ngarkesë. Se do si po martohen, një 5-6 muaj, një vjetë, po dojnë me fluturue. Mas një vjeti, 2 vjetë, 3 vjetë, po kërrusen, mendime, selam aleikum, s'shehiq, me kërë nuk shehiq, gati të shkel, qka kibre vla? O vallahi që jem të hje, këne gjartë një nërguri nuk ka të hje kështë të populli. Pse bre, pa i gruja vallahi, 24 orë, bre, mu ka gjujt për mi, sikur Shqiponja që i kapa ato, që i kapa ta zësht poshtë, të më thirë në telefon në stop, të më përcjell në stop, të bo kërkesa në stop, të bo lukse në stop, shëtitje në stop. Kjo s'ja ka jeshu jetën, po kjo ja ka nëzi jetën burrit. Apo do në me konë gruje sukseshme, po. Qka kryja ato që ka thonë Allahu te bareke ve taala, e një për ty është me qenë burri jëtë i knaqëm, se gratë do të me ditë, me bo me vdek, edhe me namazë, me zekate, me agjerim. Po burri i saj nuk është i knaqëm, e mira jo për veti. Për ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ajo grua cila është besimtare, i falë 5 kohë të namazit, e agjeron Ramazanin, e ruan derin, moralin e vetë, dhe i bindet burrit të saj, edhe burri është i knaqën me ta, i hapen 8 dyrët e xhenetit, dhe i thojnë me lekt hyn prej cilës do derë xhenetit të duashti. Kjo nuk është për burra, kjo është për gratë. Po dënë me hinë xhenet, po, që shumë letë e hije. Shumë pak punë edhe fiton xhenetin. Apo dënë me konë prindi suksesshëm, e me i pas fëmijët e mirë të suksesshëm, po, ki e frikë Allahu në raport me fëmijët e tu. E para, çfarë nëna po ja për zgjell. E dyta, me çka po ju shqen. E treta, qysh po i edukon, qysh po i mëson, qysh po i shkollon. Edhe pastaj çka? Allahu t'i jep fëmijët e suksesshëm. Me përjashtime të rralla që ka edhe sprova nga njerë, që sprovohet njeriu që janë sprovuar të dashurit e Allahut pejgamberët. Po du me qenë i suksesshëm tregtin biznes. Këshëri raportet tua me punëtorët e tu, apo ja jep hapën, apo ja jep rrogën, po thot dikush, ja një rrogë që aty sa ka pas shefa, jo, o vllazën një shajni tregtar, nuk ka rroga, veç sa me hangër e mos me dek uni që thot populli. Po sa do të me qenë rroga? As nuk ka kjo rroga që e cakton qeveria tash se për votë tash ka nis për rritin. Inshallah dalin që ashtu që shpëthoj se ka një herë kur e shën njëri fushatën, thet vetë me vete, elhamdulillah zot që jetojnë këtë vend, e s'jam ndaj far Gjermania, ndaj far Zvicra, Anglia se atje më keq. Amo kjo zot një sa. 10 ditë diovë, ditë edhe thanaj mo, rajnë para kamerave, rajnë para masës, para familjes, para elektoratit. Shmërës nuk shtohen. Thanaj që po rajnë për toke, dyqysh, halal ju kohë, po kur po rajnë për qili, që na me pos bugjetin 40 miliard, nuk mujna me mbulu krejt ato që ka po thojnë disa, e lemo me 3-4 miliard me mbulem të krejt ato. Po si do që tjetë rroga që ka përfshin, ti si punëdhënës, me qatë rrugë që je punëtorit tënë, në ndash ti me pas sukses, edhe ti dën parët, sigurisht, atëherë qka, epja hakun, ajo rrugë do të me ambullu ushqimin, ajo rrugë do të me ambullu pijet, do të me ambullu veshmbathjen, do të me ambullu shpenzimet për familje edhe kulmin mbi kokë. Thot dikush pa në edhe shpin mja, po mos ja bë shpin, po me qatë rrugë ai mundet me pagu dhe qiran. E nese me qatë rrugën, ti që jep, si punëdhënës, ai e ka kulmin mbi kokë, qiraja i kryhet. Edhe ushqimi, pijet, veshmbathja, ato elementare kryhen, atëherë po nëse, vallai ka me tarë bereqeti ka se meron hiç. Apo shë Zotin, disa po i trajtojnë si kur rëbë, si kur sklav këtu disa punëtorë, ka 6
ditë me punu, hish në këto ditën e 6, 5. E me emën të Zotit, kur të lakë në nën pasha ymer, edhe 4 ditë këna me punu. Ama që ato 4-5 ditë anë e punëtor, do të mi adhon hakun punës. E po du me kon i suksesshëm, biznesmen, njëri tregtis, atëherë me punëtor të tu mas pari ki frikë Allahun, i devatshëm, ki frikë Allahun me çka, me kontratat që i bën. Jo më gjykatat, lëndë janë bos, po vjerani me 5 vite, 10 vite, të e pa dit njëri tjetrin, e tash po të regojnë gjykatësit musliman, edhe avokatët edhe tjerët, tash plot lëndë edhe prej musliman, apo i kena. Shmar prej musliman? Po ky po thot kështu, ky ashtu, ja pra vllazni. Çka të bëjsh edhe me vëlla që ta ka bo Zoti pej nane pej babe, e merr letrën, e bën kontratën që shi ka hije, borxhin, që shepet borxhi, 10.000 euro, 20.000 euro, 100.000 euro, kon se ka shkru hiç, e ka shkru në borë, ka dal dilu, shkritash. E kom pas besi vllahun të amu, marrë edhe vlla tonin e paq, se ajeti më i gjatë në Kur'an, këtë menojnë që është ajetul kursia, të spidova, jo, ajeti më i gjatë, edhe mos ka si kuraj, është ajetu dejn, ajeti borxhit, ku flitet për borxhin. Sa mos marrëveshjet ndodhen të na, për shkak të kontratave të pa detajizuara, për shkak të kontratave të pa precizuara, ose për shkak që s'ka kontratë fare hiç. Andaj, në një fjalë, keni frikë Allahun, bëni të devotshëm, ky është kodi i suksesit për ata që dëshirojnë të jenë të suksesshëm. Edhe ju këtë një pjesë që jeni nxënësa dhe studenta, apo doni me qenë suksesshëm po, mësoni. Keni frikë Allahun e mos kopjani. E ja sikur disa për shembull, krejt dysha, prej të 5-ën i kanë 4-5, po prej 5-ës deri 9-ën, e natë provimin e semi-maturës, që du të me bo dhe nështë dash me hje krejt, sepse po viktimizohen, kush ata të diturit, ata që s'po kopjojnë, ata të sinqertit, devotshmit, a i krejt dysha i ka pas, të ashti ka marrë ma shumë se krejt klasë, e qysh, pa ta mësu që ato 2 ditë para provimit, ditën edhe natën, o Allah, mësët i 2 mujt ditë edhe 2 vitë, se s'mënish me realizua ato që i kelon, klasën e 5, 6, 7. Po dërë me koni sukses shumë, ki frikë Allahun, bëni devotshëm, mos kopjo, edhe ti ki frikë Allahun që i di shumë, i mençëm klasë, mos ja jep atina aty letrën me të kopjue, se e merr në qafë, e bën nesër të pa aftë, ose edhe në studime, ose edhe pas studimeve, tashmo pe shifni që veç kopi pas, pe qëtë aty pe përkthen, pja qëtë emnin e vetë, disa s'përdin që ka shku bile, pse? Se ki teknologjia e mençër e ka kryu ato krejt. Allahu na bof neve dhe ju prej atyne që janë të devotshëm, që ja kanë frikën Allahu te bareke ve taala, dhe na bof prej atyne që çdo çka kryejm jetën e kësaj bote, me ta synojmë kënd kënaqësinë e Allahut te bareke ve taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله